Për një muaj, qerdhja Kopshti Ynë në Ferizaj do të shndrohet në shkollë verore. Fëmijët në këtë qerdhe gjatë sezonit veror do t'i lënë anash lodrat dhe do të mund të ndjekin mësime për gjuhë angleze, për piano, bile dhe për saksofon. Drejtoresha e këtij institucioni tha se kjo nismë është bërë me pëlqimin e prindërve dhe në konsult me psikologen, si edhe institucionet tjera relevante. Duke qenë që Kopshti gjithë kohë domethënë është në menaxhim të Karitasit të Kosovës, dhe kemi pasur një diskutim sigurisht me instancat e menaxhimit të Karitasit dhe kemi marrë okejn që është një bile se është një alternativë e mirë, një mundësi e mirë që nuk është bërë asnjëherë në fakt në Ferizaj, aq më pak në këtë Kopsht. Kemi diskutuar sigurisht në institucionet arsimore dhe në bashkëpunim pastaj edhe me prindërit, me psikologën, erdhëm në përfundim që ne ta realizojmë këtë shkollë verore. Do thotë ka qenë një bashkëbisedë ose një konsulte jona, më shumë themi miqësore, që kjo është e nevojshme, është e mundur dhe mund të realizohet. Moshën e re të fëmijëve, drejtoresha tha se nuk e sheh problem, sepse ata do të përzgjedhen nga vetë prindërit, ndërkaq përveç kursit në gjuhë dhe muzikë, ata do të kenë edhe aktivitete të tjera kulturore dhe fizike, por edhe do të vizitojnë 2 vende jashtë komunës. Tashmë ishte përzgjedh shkolla private, e cila do të organizojë shkollë verore. Shkolla verore, ose summer school që quhet në fakt në gjuhën standarde, është një shkollë e cila gjatë sezonit veror në çdo vend të botës në fakt, pothuajse edhe në Kosovë ka filluar të hyjë kjo çastje, është zhvillimi i fëmijëve në lëmi më të rëndësishme ose më të veçanta për të parë dhe aftësinë e zhvillimin e talenteve të fëmijëve brenda Kopshtit. Dhe këto kurse po e zëm, në qoftë se njëri nga prindërit e gjetë mundësinë e kursit anglishtës, përfshin ekskursionet, po ashtu ka dhe zhvillimet e shkencës ose zbulimeve, atraksioneve domethënë që fëmijët dhe punëdore. Kjo është mundësia e parë që hyn te niveli ose te mundësia e parë. Pastaj kemi mundësinë edhe muzikës, saksofonit dhe pianos, që përfshin po ashtu patjetër aktivitete të shkencës, të aktivitetet e lira, ekskursionet, dhe mundësia e tretë, nëse prindërit donë që fëmia të realizojë të dyat, dhe këtë pakon e zhvillimeve të tjera, domethënë kohëve të lira, aktivitete fizike, atëherë e merr janë nga këto mundësitë. Në anën tjetër, drejtori komunal për arsim, Muhamet Halili, tha se drejtoresha është konsultuar për organizimin e shkollës verore, por nuk i lejohet që fëmijët të vizitojnë vende më të largët se 25 kilometra, gjithsesi sipas një udhëzimi administrativ, fëmijët deri në klasë të 5 nuk guxojnë të dalin për sheti nga territori i komunës.